Vëllezër, qëllimi i besimit është që njeriu të jetë i vazhdueshëm në veprat e tij. Pra, në ato vepra që Zoti Xhelel Xhelaluhu ja ka ngarkuar njeriu, ai duhet të jetë i vazhdueshëm në të. Nuk është qëllimi i fesë vetëm për një kohë të caktuar, apo një ditë të caktuar, apo një javë të caktuar, apo një muaj të caktuar. Jo. Njeriu, pra qëllimi i fesë është që njeriu të vazhdojë veprat e tij deri në fund. Prandaj thot Zoti Xhelel Xhelaluhu në ajetin kuranor, thot wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Pra, bëj vepra të mira për hatër të Zotit tënd. Qëndro në këtë besim, duke dhënë mundin dhe maksimumin që ti të jepë dhe ke mundësi ta bësh. Thot derisa të vi vdekja. Nuk ka kufi vepra e mirë me i ditë apo me i vit. Kufini i veprës të mirë është kur ti ndahesh nga kjo botë dhe shkon ke krijuesi i gjithësisë. Prandaj vëllezër, ndërprerja ose mos vazhdueshmëria në vepra të mira do thotë është një paralajmërim i të keq për njeriu. Allahu Xhelel Xhelalu na tregon ajetin kuranor kur Isa i tha popullit të tij, i tha këto fjalë: "Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Zoti im ka urdhëruar që unë ta fal namazin, ta jap zakatin përsa kohë jam gjallë. Pra që do thotë se unë jam urdhëruar të bëj këto vepra të mira deri në vdekje. Pra që do thotë nuk shkoputem dot nga veprat e mira. Gjithmonë do të jem në kontakt dhe në vazhdueshmëri me veprat e mira deri në fund të jetës time. Vëllezër, profeti alayhi salatu sallam na ka treguar neve për këtë gjë, për qëllimin e besimit që ka që vepra e njeriu, pra vepra e mirë e njeriu do të jetë gjithmonë e vazhdueshme. Thot profeti alayhi salatu sallam, thot aleikum min al-amal ma tutiqun. Thot bëni ato vepra që ju keni mundësi t'i bani. Pra profeti alayhi salatu sallam thot bëni ato vepra që ju keni mundësi t'i bëni, keni takat t'i bëni. Thot sepse Zoti nuk mërzitet derisa ju të mërziteni. Pra Zoti nuk mërzitet se ju punoni vepra të mira. Jo, nuk është kjo logjik. Allahu Xhelel Xhelalu nuk mërzitet me veprat e juaj, derisa ju vetë mërziteni dhe të largoheni. Por Zoti kurrë. Dhe pastaj vazhdon thot: "Dhe vepra më e mirë tek Zoti Xhelel Xhelalu është ajo vepër që është e vazhdueshme." Vepra më e mirë tek Allahu, thot profeti alayhi salatu sallam, është ajo vepër e cila është e vazhdueshme. Jo unë të falem sot, edhe gjithë javën nuk falem. Unë bëj vetëm sot vepra të mira dhe gjithë javën bëm më i keq. Jo, nuk funksionon. Ti duhet të jesh kontakt dhe i vazhdueshëm veprat e tua të mira. Pra ti duhet gjithmonë të jesh i tillë. Dhe vazhdon hadithi profetit alayhi salatu sallam dhe thot: "Dhe profeti alayhi salatu sallam kur e bënte i vepër, e bënte në vazhdimsi." Pra, profeti alayhi salatu sallam ka qenë kur e bënte i vepër, ka qenë i vazhdueshëm. Gjithmonë e bënte veprën e mirë dhe nuk ndërpritesh prej saj. Vëllezër, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ai bënte disa adhurime dhe disa vepra të mira gjatë natës ose gjatë ditës. Po gjatë natës kur bënte disa namaze dhe e kapte gjumi dhe nuk i bënte dot, ai bënte gjatë ditës. Ose ato vepra që gjatë ditës nuk i bënte dot, i bënte gjatë natës. Pse? Që vepra e mirë mos të humbasi, edhe pse i ka kalu koha, le t'i kaloj koha. Por i dërguari i Allahut na tregon neve një shembull që të ushtroje veten tënde për ta bërë veprën e mirë, sido që të jetë situata. Ti iku sot, mos e lin nesër. Ti iku gjatë ditës, baj gjatë natës, ti iku gjatë natës, se falet dot vitrin natën, falet ditën. E rëndësishme është që ti ta ushtrosh veten tënde me vepra të mira dhe mos ndërpritesh. Si vetë dikush thotë ore u fala, ose harrova të falem sot, les po falem nesër kismet. Jo, e kujtove mas ditën ndarë këtë fale. Ato të cilët kanë nikë nuk prish punë, edhe pse nuk e ka sevapin e kohës, por ti e ushtron veten që gjithmonë të bësh vepra të mira. Kur e pyetën Aisha radhiyallahu anha, i than për profetin alayhi salatu sallam se kush ka qenë vepra më e dashur tek profeti sallallahu alaihi wasallam. E pyetën Aishën sepse ai ishte bashkëshortja e tij dhe ishte që gjithmonë e shikonte profetin alayhi salatu sallam në jetën që nuk e shikoshin dot tjerët. Dhe tha profeti, i than Aishës, kush ka qenë vepra më e dashur që bënte profeti alayhi salatu sallam? Tha Aisha radhiyallahu anha, vepra më e dashur që bënte profeti ishte ajo që ishte e vazhdueshme. Pra profeti nëse bënte i vepër sot e bënte edhe nesër, bënte edhe pas nesër. Ai gjithmonë nuk shkoputesh nga vepra e mirë, pra e bënte gjithmonë. Prandaj dhe kur e pyetëm përsëri Aisha radhiyallahu anha thonë që a ka pas i dërguari i Allahut
ndonjë ditë që e veçonte me adhurime apo ka qenë gjithmonë që ai adhuronte Zotin? Tha Aisha radhiyallahu anha, tha gjithmonë ai adhuronte Zotin. Nuk ka pas kohë që vetëm në këtë kohë apo në këtë kohë ai bënte adhurime. Jo, gjithmonë ai ka qenë në kontakt me adhurime, pra gjithmonë ai bënte vepra të mira. Vëllezër, vazhdueshmëria në vepra të mira është shenjë e pastërtisë së zemrës së njeriu dhe rujtjes nga hipokrizia. Sepse ajo vepër e cila ka qenë për hatër të Zotit, ajo vazhdon. Dhe ajo vepër e cila ka qenë për sy e faqe, ajo mbaron. Prandaj thonë dietarët se vepra kur njeriu ka vazhdueshmërinë, vepra të mira tregon për zemrën dhe shpirtin e tij të pastër, që ka qenë i sinqert. Prandaj ai nuk e ka bërë vetëm në Ramazan, po ai veprën e mirë e bën edhe pas Ramazanit dhe kështu vazhdon jeta e tij. Pse? Sepse njeriu është në betejë me zemrën e tij, me qëllim që kjo zemër të jetë sa më e pastër, kjo zemër të jetë sa më e ndërgjegjshme ndaj veprave të mira. Se kur kjo zemër pastrohet i gjithë trupi, është i pastër. Kur kjo zemër prishet i gjithë trupi, Zoti na ruaj, devijon dhe prishet. Gjithashtu vëllezër, nga elementet që e bën njeriu që të jetë i vazhdueshëm në vepra të mira, është se ai i cili bën vepra të mira do të thotë fiton dashurinë e Zotit xhelel xhelaluhu. Pra vepra e mirë, nëse njeriu është i vazhdueshëm në veprat e mira, është shenjë që Allahu xhelel xhelaluhu këtë njeri e do. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasalam i hadith kutsi që Allahu thot, robi afrohet tek unë me ato që unë ja kam detyruar. Por vazhdon njeriu të afrohet me vullnetare, me gjëra të tjera, pra shtesë, derisa unë e dua atë. Dhe po e desha, thot Zoti xhelel xhelaluhu, atë njeriu mban gjimi i tij, shikimi i tij, hesja e tij. Dhe nëse më lutet, i përgjigjem lutjes, dhe nëse më kërkon ndihmë, unë ndihmoj, thot Zoti xhelel xhelaluhu. Pra ky njeri është çdo gjë që i kërkon Zotit, Allahu ja jep. Po pse? Sepse Zoti e deshi këtë njeri për shkak kujt? Për shkak vazhdueshmërisë në vepra të mira. Pra kur njeriu është i vazhdueshëm në vepra të mira, Zoti xhelel xhelaluhu këtë njeri e do. Gjithashtu vëllezër, vazhdueshmëria në vepra të mira e bën njeriu që përfundimi në jetën e kësaj bote të jetë i suksesshëm. Gjithë njerëzit nga kjo botë do të largohen. Pyetja më e madhe është, ore, si do të dalë dhe si do të largohem nga kjo botë, faqe bardhë apo faqe zi? Dhe vazhdueshmëria në vepra të mira e bën njeriu që dali faqe bardhë dhe i suksesshëm nga kjo botë. Prandaj thot Imam Ibn Kathiri, thot Zoti xhelel xhelaluhu, nga natyrshmëria dhe syneti i Zotit në tokë është që atë njeri i cili jeton me diçka do të ndrojë jetë me atë punë. Dhe ai i cili ndron jetë me një gjë, ashtu do të ringjallet ditën e Kiametit me atë gjë. Nëse një njeri gjithmonë gjatë gjithë jetës tij ka qenë vepra të mira, ashtu do ndrojë jetë, po me vepra të mira dhe i mirë. Dhe kështu do të ringjallet ditën e Kiametit, po i tillë, po i mirë. Prandaj Zoti xhelel xhelaluhu kur na thot në një ajet kuranor, "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata të cilët sakrifikojnë për ne do t'i udhëzojmë ata rrugën tonë. Ne do t'i japim sukses ata në rrugën tonë. Pra në këtë besim, në rrugën tonë, në këtë dynjan, në rrugën tonë, në botën e përteme kur dali para Zotit, faqe bardhë dhe i nderuar tek Allahu xhelel xhelaluhu. Vëllezër, kanë treguar dietarët se kush janë ato elementet që e bën njeriu që të jetë i vazhdueshëm vepra të mira edhe pas Ramazanit. Se ne tashmë ndodhemi pas këtij muaji të madh ku njeriu realisht bin pak ajo gjendja se nuk është gjendja më siç ishte gjendja në muajin e Ramazanit. Pra, pas muajit të Ramazanit, njeriu ka nevojë që të ndërgjegjësohet dhe të nxitet për të qenë i vazhdueshëm në vepra të mira. Një nga elementet që tregojnë dietarët është që njeriu t'i kërkojë Zotit xhelel xhelaluhu ndihmë që t'i japi sukses në veprat e mira. Sepse për të realizuar një vepër të mirë nuk është e lehtë. Kush mendon se për të bërë një vepër të mirë është e lehtë, jo, nuk është. Duhet t'i japi Zoti sukses, mirësi, begati, bekim që ta realizosh dhe ta kryesh. Prandaj gjithmonë kur njeriu mbaron një vepër të mirë, falenderon Zotin, thotë: "O Zot, faleminderit që më bëre që ta realizoj këtë vepër të mirë", sepse momenti kur ti realizon veprën e mirë është një shenjë që Zoti të ka dash. Ne kryjm muajin e Ramazanit me agjerim. E lutim Zotin na pranoj, po është një shenjë që shpresojmë tek Zoti se Allahu na ka dashur e realizuar. Se ka shumë njerëz që e filluan dhe e lanë. Dhe ata kishin mundësi për ta agjeruar, por nuk e bën.
Për asnjë lloj arsye nuk kishin që mos ta vazhdoshin me agjërimin. Pa sukses. Për Zoti xhelel xhelalu ku t'ia jep Allahu xhelel xhelalu. Pra që do thotë në këtë rast, njeriu kërkon ndihmë Zotit që o Zot, që t'i japi Allahu sukses në veprat e mira. Thot profeti alayhi salatu sallam një hadith i thot Muadhit, o Muadh, unë të du shumë ty për hatër të Zotit. Por thot, pas çdo namazi, kur falesh namazin, imagjino ti fal, bën një adhurim nga adhurimet më të bukura që ka njeriu. Mas këtij namazit thuj këtë fjalë: Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadetik. O Zot, ndihmo mu që unë të kujtoj ty, të falenderoj ty dhe të adhuroj ty. Pra lutë Zotin shpesh sepse ti kur e lut, Allahu ta jep mundësi. Kur ti e lut, Zoti xhelel xhelalu ta jep mundësinë dhe jep suksesin që ta realizosh dhe ta kryesh këtë vepër të mirë. E dyta është që njeriu që të jetë i vazhdueshëm në vepra të mira duhet të shohë rrethin me kë shoqërohet. Se nëse ti do të shoqërohesh me njerëz të mirë, do të nxisin për vepra të mira. Nëse shoqërohesh me njerëz që patjetër që do të pengojnë ty të bësh vepra të mira, se ajo shoqëri ose ai ambient nuk ta lejon dot ty që ti të bësh vepra të mira, se ata janë të tillë. Asi puna e popullit Lutit. Populli Lutit i gjithë ishin homoseksual. Vetëm Luti dhe familja e tij që e refuzonte, e kundërshtonte, çfarë thanë? Akhriju ala Lutin, innahum qaumun yatatahharun. Nxirreni familjen e Lutit. Janë njerëzit më të pastër që ne, nuk pranojmë dot, ne jemi gjithë pisë. Ky do bati pastër, largohet valla prej nesh. Pra që do thotë se besimtari do të jetë i kujdesshëm, shoqëria është ai element që e ndihmon njeriu për vepra të mira ose Zot na ruaj e pengon atë për veprat ndaj veprave të mira. Prandaj edhe profeti alayhi salatu sallam kur thot në një hadith, thot njeriu është me fen e shokut të tij. Prandaj shikoni me kë po shoqëroni. E treta që përmendin dietarët është që njeriu do të jetë i mesëm. Nuk do të jetë ekstrem. Pra i mesëm kuptimin e fjalës mos i tejgaloj kufit dhe as mos neglizhoj. Në kuptimin e mesëm. Çfarë do thotë fjala e mesëm? Është po ja tregoj një ngjarje të profetit alayhi salatu sallam kur hyri në xhami, i dërguami i Allahut pa disa litar. Tha po këto litarët ishin ke kollonat, ishin lidh. Tha po këto litarët, tha e mban për një grua e cila kur falet natën falet shumë. Momenti që e kap gjumi, tërheq, e litari nuk e lën edhe hop zgjohet dhe vazhdon namazin. Tha profeti alayhi salatu sallam, lirojeni këto litarët, hiqini. Thot Zoti nuk e ngarkon njeriu për të mundësive. Faluni aq sa keni mundësi. Momenti që lodheni shtriuni. Pra nuk ke pse ti e tepron. Ti tregohesh sepse kjo lloj forme ty të bën që të ftoft në adhurimi ose kjo formë ty të largon sepse gjërat që të cilët janë të tepërta e mërzisin edhe natyrshmërinë e njeriu. Prandaj ne duhet të jemi të mesëm në adhurime. Këto janë disa elementë që e bën njeriu që të jetë i vazhdueshëm në vepra të mira. Prandaj e lutim Allahun e lartë madhëruar që të na bëjë për atyre besimtarëve të cilët kanë vazhdueshmëri në veprat e mira dhe lutim Zotin që të i pranojë veprat tona të mira. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.